Përshëndetje të gjithëve. Sot është 20 prilli, një ditë shumë e veçantë për të gjithë dashamirësit e leximit. Në mbar botën festohet dita botërore e librit, një ditë që na kujton sa të rëndësishëm janë librat në jetën tonë. Kjo datë nuk është zgjedhur rastësisht, ajo lidhet me emrat të mëdhenj të festivit botërore, si dhe të cilët që kanë lënë gjuhë të pashlyeshme në kulturën botërore. Por pse janë librat kaq të rëndësishëm? Sepse përmes tyre ne udhëtojmë pa lëvizje nga vendi, njohim kultura të reja, kuptojmë botën dhe mbi të gjitha njohim më mirë veten tonë. Një libër i mirë mund të jetë një mik, një mësues dhe një udhëheqës të njëjtin kohë. Në një kohë ku teknologjia na bën çdo ditë leximi mbetet një nga mënyrat më të bukura për të ushqyer mendjen dhe imagjinatën. Qoftë një roman, poezi apo tregim i shkurtër, çdo faqe ka diçka për të lëvënë. Sot është dita perfekte për të marrë një libër në dorë, ndoshta një libër që i keni lënë për gjysmë ose një histori që na pret të zbulohet. Tani dëgjojmë një mesazh motivues mbi librin. Lexo sot që t'jesh më i fortë nesër. Në çdo libër fshih një botë të pret të zbulosh. Libri i mirë është një që nuk ka thënë kurrë. I bërkon vetëm fjalë, janë jetë dhe përbërë. Në fund, do t'ju lëmë një ditë të thjeshtë. Një botë më me shumë libra është një botë më me shumë dritë. Faleminderit që ishte me mua dhe mos harroni të lexoni.